21 raste të reja me HIV/AIDS janë regjistruar në Kosovë në periudhën nga 1 janari deri me 17 korrik 2026. Gjatë kësaj periudhe, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, kanë humbur jetën edhe 2 persona të prekur nga kjo sëmundje. Përmes një njoftimi, IKSHPK u bën thirrje qytetarëve që t'i nënshtrohen testimit të hershëm, duke theksuar se ai është i thjeshtë, i shpejtë dhe konfidencial. Sipas institutit, diagnostikimi në kohë shpëton jetë dhe mundëson nisjen e trajtimit sa më herët. Instituti thekson se trajtimi për HIV është efektiv dhe u mundson personave të infektuar të mbajnë sëmundjen nën kontroll, duke bërë një jetë të gjatë dhe cilësore. Në kuadër të fushatës informuese, IKSHPK ka publikuar edhe materiale vizuale që sqarojnë mënyrat se si transmetohet HIV-i, si dhe situatat me të cilat ai nuk transmetohet. Përmes kësaj fushate synohet rritja ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe luftimi stigmës e diskriminimit ndaj personave që jetojnë me HIV.